Server Basharli nga Azerbajxhani nuk kishte shumë, por edhe atë pak që e pati e ngarkoi në një lagë të vjetër dhe e çoi në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi. Historia e serverit është bërë virale në rrjetet sociale duke dhënë frymëzimin për shumë donatorë tjerë. Fatmirësisht u shpagua shpirti humanitar i tij, i blehet një veturë e re. Histori të ndryshme shihen në rrjetet sociale, si kjo e zjarfiksit dhe e maces që kishte shpëtuar në Ranoja. Por fatin e kësaj macje nuk e kanë pasur 1362 fëmijë të cilët kanë mbetur të ndarë nga prindërit e tyre. Por edhe pas qindra orëve nën Ranoja, mrekullia vazhdon. Virale në rrjetet sociale janë shumë pamje se si kanë qenë dhe si duken tani qytetet e prekura nga tërmeti. Turqit dinjti falenderojnë shpëtimtarët. Virale janë shumë pamje nga Kapali Çarshia në Stamboll, por edhe nëpër aeroporte. Përqafimet dhe lotët e zjarfikësve me flamuj të ndryshëm, por me mision të njëjtë. Bota bëhet bashkë si asnjëherë më parë. Në rrjetet sociale varet kreativiteti i madh në favor të solidaritetit botror. Madje harrohen edhe konfliktet e vjetra. Mesazhi u dhan edhe nga fut.